Të nderuar familjarë të martirëve të lirisë, i nderuari kryetari i komunës zoti Ferit Idrizi, e nderuara nënkryetare zonja Hava Mlinaku, e nderuara kryesuese Meliahate Bashulli, i nderuari general zoti Rahman Rama, qeveri komunale, shoqata dëshmorëve të kombit, veteran dhe invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Të nderuar të gjithë të pranishëm, që 25 vite me radhë kjo ditë na gjen të bashkuar ku me lët në sy përkujtojmë më të dashurit tonë. Mëngjesin e 22 majit të vitit 1999, forcat policore, ushtarake dhe paramilitare serbe u vërsullën dhënshëm ndaj qytetarëve duarthat të komunës së ushtrisë. Ata i nxorën nga shtëpitë e tyre në nkërcënimin e armëve, i dërguan në drejtim të varrezat të qytetit, ndërsa një grup të qytetarëve i ndanë dhe i dërguan në drejtim të shtëpisë e Kahriman Pasumes, e cila ajo ditë e këmbshme maji u shndërruar në një kasapane të vërtetë. Nga turma i ndonë rreth 74 shqiptarë. Në mesin e tyre kishte burra, gra, fëmijë. Forcat serbe jo vetëm që i vranë, po për ta fshehur krimin kundër njerëzimit, ku fomat e tyre i morën me vete dhe i zhdukën. Me këtë rast ata u vranë 3 herë. Një herë kur i morën, herën e dytë kur i vranë, herën e tretë kur i zhdukën. Dhe për fatin e tyre deri vonë nuk kemi ditur asgjë. Sa popull i vujtur jemi ne. Fjala e zhdukur është shumë e rëndë, edhe ajo është shumë e rëndë. Shteti serb deshti të na zhdukte të gjithëve. Por ja që ne frymojmë. Ne kemi rilindur dhe jetojmë me kujtesën e tyre, të cilat u flijuan për liri. Të nderuar të pranishëm, kjo masakër e kryer në mënyrën më të tmerrshme ka një dhimbje të dyfishtë, sepse pas 2 dekadash kemi ende familjarë që nuk dihet për fatin e tyre. Ende kemi persona të pagjetur.